Vala e dytë e përmbytjeve në Fier ka detyruar bashkinë të nisë një tjetër aksion për pastrimin e Bregdetit. Mbetjet plastike, inerte dhe lëndë drusore që sollën vërshimet e lumejve Vjosë dhe Seman në grykderdhjet respektive, llogariten të jenë qindra tonë të cilat janë shpërndarë në gjithë vijën bregdetare. Aksioni i dytë ka nisur këtë javë në Bregdetin e Darzezës për të vazhduar në Seman, duke pastruar të gjithë vijën bregdetare. Në fund të dhjetorit ne kemi përfunduar një aksion pastrimi dhe gjithë vija bregdetare, duke filluar që nga gryka e lumit Vjosë dhe deri në grykën e lumit Seman është përfunduar dhe është pastruar e gjithë. Mendoj se me këtë rast duhet bërë një sensibilizim qytetarëve që të mos hedhin mbetje në grykderdhjet e përgjatë lumenjve, sepse ne e dimë që lumenjt nuk është se janë të zonës tonë, gjithë vija e lumenjve është Vjosa vjen nga Greqia që përfshin rrethet të tjera dhe gjitha këto zbarkojnë në Darzezë dhe në Seman. Mbetjet po depozitohen në landfillin e inceneratorit të Fierit.